komoditeti i shtëpisë shpesh nis nga gjërat më të vogla. Një jastëk më i butë, një dyshek më i rehatshëm, apo një detaj që bën rehatin të ndihet më pranë. Por këtë ide, Nebs Metres po vazhdon zgjerimin në Kosovë e kësaj radhe me 2 hapje të reja, një në kryeqytet dhe një tjetër në qytetin e industrisë. Dyqane që synojnë të sjellin më afër qytetarëve produkte për gjumë ideal. Për përfaqësuesit e kompanisë, kjo e hën shfaq një emocion të paharrueshëm për brendin, i cili po zgjerohet gjithnjë më shumë brenda dhe jashtë vendit. Sot është një ditë e veçantë për ne, pasi që brendi jon, Nebs Metres, po hap pikën e 4 dhe të 5 në Prishtinë dhe në Ferizaj. Dhe tani produktet tona gjenden në 5 pika në Kosovë, 9 pika në Shqipëri dhe në 5 pika në Maqedoninë e Veriut. Brendi është i përkushtuar të ofrojë klientëve zgjidhje të shkëlqyera për një gjumë të shëndetshëm pa shpenzuar shumë. Nebs ofron produkte cilësore për gjumë të shëndetshëm me çmime ekonomike, duke përfshirë dysheket, jastëket, po ashtu mbi shtresa dysheku, çarçaf dhe jorgan për komunitet dhe rehatim maksimale. Për të shënuar hapjen e dyqaneve të reja, kompania ka paralajmëruar edhe oferta të veçanta për klientët deri në 60% zbritje. Dyqani në Prishtinë ndodhet në rrugën Agim Ramadani, prapa teatrit, ndërsa në Ferizaj, në rrugën Recep Bislimi, pranë LB Bankës. Me idenë që të jenë sa më pranë secilit, brendi nisur nga gushti i vitit 2025 vijon zgjerimin jashtë kufeve, duke paralajmëruar për të enjtën hapjen e pikës së re në Fier të Shqipërisë.